Një tjetër rufe e vjen matan oqeanit, pikërisht nga OKB-ja, ku ministria nga Ekuadori lajmëron se mafia shqiptare është e përfshirë bashkë me Sinaloan. Zoti Rama nuk i njeh, nuk i di këto punë, prandaj s'ka vajt fare se ka punë më të rëndësishme. Po për ne shqiptarët, që na duket më e rëndësishme se asnjë gjë tjetër në të botë, ai vendi ynë i dashur, me dashuri të madhe po presim pikërisht që Donald Trumpi të shpalli kartelet e drogës ku është përzierë dhe Edi Rama si banda terroriste kriminale dhe t'ia zgjësoj sikur po bën edhe në Venezuelë. Dash zoti Donald Trump, hiri dhe do fjalë e do urdhra tak e tak. Na shpëton, të lutem shumë.